Ministrja e Arsimit dhe Shkencës Vesna Janevska ka deklaruar se janë bërë një sër ndryshimesh në ligjin për arsimin e lartë, të cilat sipas saj janë propozuar në mënyrë korrekte dhe do të kontribuojnë në përmirësimin e tij. Ajo njoftoi se ligji për arsimin e lartë dhe ligji për shkencën tashmë janë publikuar në ENER, ndërsa gjatë ditës pritet të publikohet edhe ligji për cilësinë në arsimin e lartë. Sipas saj, një nga ndryshimet kryesore është ulja e numrit të punimeve të kërkuara për studimet e ciklit të dytë dhe të tretë. Gjithashtu, ajo sqaroi se është bërë një reduktim i përfaqësimit të qeverisë në Këshillin e Universitetit, ndonëse ministrja theksoi se kjo nuk ishte i domosdoshëm dhe nuk pajtohet me qëndrimet se kjo cënon autonominë e këtij organi. Këshilli Kombëtar për Arsimin e Lartë do të përpunojë një bazë tjetër të revistave që do të vlerësohet edhe gjatë zgjedhjeve. Pra gjithçka që e konsideruam të drejtë dhe jo dashakeqje është pranuar dhe në këtë moment mësuesit kanë mundësinë ta shohin. Bëm të njëjtën gjë edhe në ligjin për shkencën dhe mendoj se sot do të jetë, ndoshta pak më vonë, por pas një ore, edhe ligji për cilësinë e arsimit të lartë. Të gjithë palët e interesuara do të jenë në gjendje ta shqyrtojnë përsëri ligjin. Ajo theksoi se të gjitha propozimet që janë konsideruar të arsyeshme dhe me qëllim të mirë janë pranuar, ndërsa aktualisht të gjitha palët e interesuara kanë mundësi të shqyrtojnë përmbajtjen e ligjeve dhe të japin komente. Në rast se paraqiten varrëtie të rëndësishme, ato do të shqyrtohen dhe mund të inkorporohen në tekstin përfundimtar përpara se ligji të dërgohet në procedurë qeveritare.